Koalicioni majt Aleanca për të ardhmen, po shkondet një fitore e të thellë në bashkitë kryesore në jug të Shqipërisë. Sipas dhënave paraprake, kandidatët socialistë kanë dominim të ndjeshëm në rezultate në bashkitë e Fierit, Gjirokastrës dhe Sarandës. Socialistët kanë shpallur gjithashtu fitore edhe në bashkitë e Tepelenës dhe Përmetit, si dhe të Himarës. Korrespondenti Raimond Kola sjell hollësit. Në qarkun e Gjirokastrës që përfshin edhe Tepelenën dhe Përmetin, koalicioni i majt Aleanca për të ardhmen po shkon drejt një fitore të thellë të bashkive të tre qyteteve. Sipas të dhënave paraprake të komisioneve zonale zgjedhore, socialistët kanë konfirmuar fitore në bashkinë e Gjirokastrës, në bashkinë e Tepelenës dhe në bashkinë e Përmetit. Koalicioni i majt ka shpallur fitoren edhe në bashkinë e Himarës, ku sipas të dhënave paraprake të komisionit zonal, kandidati socialist ka pasur më shumë vota se kandidati i Partisë të Drejtave të Njeriut. Dhe ka që edhe në Sarandë, socialistët po shkojnë drejt fitore së bashkisë së qytetit, ku kandidati Stefan Qipa është në një diferencë të ndjeshme votash ndaj kandidatit demokrat Edmond Gjoka. Ndërkaq Partia Demokratike ka siguruar tashmë fitoren në bashkinë e Delvinës. Rezultatet paraprake flasin edhe në bashkinë e Fierit, kandidati socialist Baftiar Zeqaj është në avantazh ndaj kandidati demokrat Ilir Belaj. Në shumë prej bashkive po vazhdon ende procesi numërimit të votave dhe deri tani nuk janë shënuar incidente apo probleme. Policia ka marrë masa për mbarvajtjen e gjithë procesit, ndërkohë që dy kampet politike kanë pasur një bashkëpunim mjaft pozitiv me komisionet zonale zgjedhore. Pranë grupeve të numërimit nuk vjen retensione, ndryshe nga zgjedhjet e 4 viteve më parë, ku her pas here proceset u ndërprerën për shkak të përplasjeve mes anëtarëve të këtyre grupeve. Procesi i numërimit po ndiqet edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar dhe nëse do të vazhdohet me këto ritme, ai pritet të mbyllet brenda ditës së sotme. Votimet e dieshme dhe gjitha zonat e qarkut të Gjirokastrës nuk njohon probleme dhe gjithë procesi shkoi normalisht. Subjektet politike vlerësuan praninë e mbi 50% të zgjedhësve në votime, duke përshëndetur edhe kthimin nga Greqia të disa mijëra emigrantëve për të votuar. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.